Kjo është edhe minjere të zeheve, edhe minjera kryesore e rranave të kryeministrit Kurti. Duhen 500.000 vota me zemër, në mënyrë që nga 250.000 ton dhehe të kalojmë në 500.000 ton dhehe nga Trepça juaj, Trepça jonë e dashur. Realiteti është pak më ndryshe. Për shkak të vështirësive, për shkak të mungesës investimeve, deri tash, në 2-3 vitet e fundit, janë nxjerr rreth 100.000, ma pak se sa janë konë të nxjerr prej vitit 2010 dhe në vitin 2019. Pa Trepçën ne nuk e kemi shansin për zhvillim industrial të ekonomisë dhe vendit. Intervist për zonin e Amerikës, në atë kohë shefi opozitës Albin Kurti premtoi decidivisht, tha 177 milion euro nëse i investojnë në Trepç, vitin tjetër i fitojnë 450 milion euro. 177, 450. Pra, as nuk tha rreth 177. Si mas ekspertëve tonë thash që kjo. Në pozitën e kryeministrit në vitin 2022, kryeministri Kurti ka deklaruar që në Trepç kanë mu investu në vitin 2022 edhe në vitin 2023 70 milion euro. Në 2 vitet në vijem, do t'i ndajmë së paku 70 milion euro për investime në Trepç për vitet 2022 dhe 2023. Në bazë të informatave, në bazë të analizave dhe në bazë të raportimeve të medjave, janë investu 900.000. Kjo minjerë, Trepça, është dominu për propagandës. Mirë po, propaganda vjen dhe i këtu. Prej këtu tutje, ka minjerë. Me propagandë nuk mundesh me i nxjerr dzehet prej tokës. Me propagandë nuk mundesh punëtorët me i shti me prodhu ma shumë se sa, le të themi, jau ke modernizu tekniken për me nxjerr dzehen prej poshtit nalt. Për çet arsye, jo që nuk kemi pa eksploatim ma të madh dzeheve që shpremton kryeministri Kurti në këtë fjalimin që e mon të bim zgjedhore dhe gjithkund sa për atë punë. Trepça, ideja e Trepçës është konë front and center, në qender, në periferi, gjithkund propagandës Albin Kurti. Albin Kurti ja u ka kriju për shtypjen banorëve të Kosovës në momentin që ky e merr pushtetin qendror. Veç me këtë minjerë ka me çu përpara ekonominë e Kosovës. Ngone çka thot këtu? Vend puni i minatorit në Mtuk i hap 4 vende, 3 e tjera punën mbi tokë. Që kaq i madh është konë iluzioni që e ka kriju ky njeri. Këtyre cilat janë dhonat e fundit prej Artonës, e cila është pjesë e Trepçës, minjera Artonës. Plani vjetor për vitin 2025. 86.000 ton është konë plani. A dini sa janë nxjerr? 17.000 ton. Është realizu plani veç 20%. 68.000 ton ma pak. Qysh edhe thash. Ky nuk ka problemi që ai minatori atje ka punu ma pak. Ose qysh po thot Albin Kurti në këtë video, në këtë video. Ka tepër shumë punëtor mbi tokë për dzehet e pakta. Nuk është aty problemi. Problemi është kryekput të mungesa e investimeve. Këto pajisje, kjo teknologji, që kaq mundet me dhonë. Po problemi është, me këto pare që ka pas ky me investu këtu, sepse Kosova i ka pas paret. I ka pas paret me rrit numrin e punëtorëve. I ka pas paret me modernizu teknologjinë. Mirë po ka vendos me ble vota, 150 milion euro ka vendos me i dhonë për vota.
Ato 150 milion euro që ky shkep ka 100 euro ndihma, kishin mjaftu me ngjall aeroportin e Gjakovës, me modernizu minierën e Stantergut, me modernizu minierën e Artanës, edhe me rrit numrin e punëtorëve. Mirë po, kur i has, që shtojnë sharra në guzht, atëherë ky fillon mi fajsu punëtorët. Jemi në fazën finale, sepse për me mbrojt një ran, dohen 1000 rana, se rana nuk rrin vetë në kom, veç e vërteta rrin vetë në kom. Tash ky po thot, në mandatin tjetër kena mi shti 50 milion euro. Ka vjen ajo me kone të fuqishëm edhe me. Gjatë me gjithë edhe me fillu një bashkëpunim për një 2 dekadave me teknologji të re në hinë minjera edhe me rritë edhe prodhimin edhe... Pra, në vitin 2015 ka thonë 177 milion, sigurisht që rran. Në vitin 2022 ka thonë 70 milion, sigurisht që rran. Për 4 vitet e ardhshme, po thot kena mi shti 50 milion. Sigurisht ka mi shti që ashtu qysh i ka shti 70 milion në mandatin e kaluar. Prej minierës Stantergut, kry rana. Pra, kjo është edhe minierë të zeheve, edhe miniera kryesore e ranave të kryeministrit Kurti në dekadën e fundit.